unë dalë si qytetar, nuk marr lekë për të protestuar. Ka bler vetë flamurin, jo si te partia që dha partia. Unë nuk kam qenë në asnjë parti, nuk jam parti. Jo, sot ja u dha partia atje te festa tjetër. Ore, shkon kam unë me partinë. Profesorisha bleu vetë. Po pse për me lekët atë? Po ju jeni organizat. Edhe? Ju dili duke Shiko, është shumë fyese për njerëzit që paguar për protestuar. Si, ti merr para. Unë ja. Që je gazetar. Ja, gazetar po. Po unë jam shkolluar për gazetar, unë nuk jam shkolluar për me marr lekë dhe për me ngrit njerëz si puna juaj. Ku marr lekë? Jo, Si marr lekë? do kishte qenë. Merr lekë zotëri, merr fonde për protestuar, fonde. Merr para. Ku i marr? Ju, Si marr? nga organizatat e huaja, ku aty nga Bashkimi Evropian, si do që aplikoni ju për marr para për ngritur protestë. Unë nuk kam profesion. Tani do më lejosh të flas. Ti e ke profesion zotëri me marr lekë, me ngrit kauza, me ngrit. Unë nuk e kam këtë. Unë kam interesin qytetar. Dhe interesi qytetar për te parave tuja. Shiko, kjo është X. E para sa me dhanë zotëri, kur të hajde në debat, o hajde i përgatitur ose ec. E para s'po. E para pu. E dyta. Jo, për te unë nuk u nisa fare. Me parat aty asnjëri nuk po. Ju merrni para, ata s'marrin, ju merrni. Kjo është fatkeqësia. Ju merrni para, ata s'marrin para. Ju merrni para për të ngrit njerëz, protest, merrni para, shfryzoni lekët tuaja dhe pretendoni se keni arritur misionin. Tani se s'kemë ardhur gjën ty. Tani, unë mendoj që... Jo, unë si njëri po flas. Unë si njëri po flas. Unë nuk besoj që ky është diskutim personal. Jo, unë e kthej personal sepse... E largëm nga personalja dhe të dedaj, po. Njeriu ka etikur futet në debat. Njeriu ka etikur futet në debat. Ka rregulla, debati ka rregulla, ka etik. Ta mbyll fjalën unë jam i hapur të shtoj kushdo. Ose ndryshe do të përgjigjem me mënyrë se Asnjëherë tu a bëj unë pyetje në përgjigje. Pyetje më bëre, ta përfundoj. Sepse pa thënë fjalën e parë, ky kundërshton. Me shumë të drejtë. A mirë ta bëj unë një pyetje për gjithë ata që kanë ndjekë dhe kanë ngelur. Xhamollaj, të lutem të shihni një debat i cili nuk shkon asnjë. Mos bërtim mos na shërdhove. Ju lutem zotrinj. Zatullet se këtu dëgjoj. Zotrinj. Ja ke kulturë tjetër? Ti çon edhe i pa kulturë fare, më çfarë ke? Kush është ky më? Të lutem tani. Do t'i deta të Xhamollaj. Do t'i Xhamollaj, kemi një protestë qytetare e cila po zhvillohet në këtë moment dhe ju tani e ktheni çështjen në një bisedë e cila nuk i shkon askujt për shkak. Do të mbaru fjalinë e parë. A mund të ndërpritesh ky diskutim sepse është një kohë shumë personal, ato apo pyet edhe një herë zoti Dedaj, kjo protestë, çfarë ka që nuk shkon sipas jush? Pse nuk ka një objektiv? Po ndoll, un kam vite që jam debate publike, hera parë që po ndoll një situatë e tillë. Hera parë, tani këtu, nëse ju sjellni njerëz në kuptimin që kanë një mision, na përgatisi, kanë një mision dhe rregull jam unë. Unë i përgjigjem kujdo. Nëse sjellni njerëz për të bërë një interesin publik, unë mbaj përgjegjësi për atë që tham. Jam përballë opinionit publik dhe gjykon opinioni publik. Nuk ka radhë gjykojnë këto. Kushdo që është. Dhe mbi gjitha që përfaqësojnë. Dakor. Hiku, unë mendoj tani. Unë në logjik nuk i dal protestës kundër. Nuk jam askushit i dal qindra qytetarëve kundër. Ky është mendimi im personal dhe është guxim, një farë mënyrë guxim intelektual, njerëzor, qytetar, ti dalish këtyre njerëzve kundër. Në kuptimin ti thush kritika, jo kundër, thush kritika në raport me organizimin e çaja. Tani unë kam parë shumë grua, kam qenë në protestë që nga dita parë deri ditën tjetër. Nuk kam qenë si protestues, por kam qenë si gazetar për ta parë nga afër trupin e protestës e tjetër. Kam parë dhe bodyguarda aty ku është mikrofoni dhe bodyguarda të cilët nuk lejonin njerëz dhe studentat gazetarisë. Një pjesë ju jap dhe mësim që nuk i lejonin për të marrë mikrofonin. Dini që pse nuk janë lejuar? Nuk e di, arsye sepse s'm ka interesuar unë shoh këtë gjë, unë shoh disa grupe. Dakor, unë ju pyeta. Më thoni. Me sa njohuri kam unë, është që protesta pa pas një kokë, pa pas një qëllim, pa pas ca kauza të përcaktuara, të shkruara dhe kush i përfaqëson dhe mënyra se si do harrihen këto gjëra, nuk ka sukses. A do kënaqeni ju nëse s'ka sukses kjo protestë? Unë po. Personalisht si qytetar, do isha njeriu më i kënaqur në botë. Mirë. Në qoftë se s'ka protestë. Nëse s'ka protestë. Në qoftë se protesta shumë, unë do të isha një nga njerëzit, unë dhe Edi Rama, dy njerëz do të ishin të kënaqur në Shqipëri.